Kryetarja e Komisionit të Kulturës Ina Zhupa i është drejtuar zyrtarisht Institutit të Trashëgimisë Kulturore Kombëtare me një kërkesë për informacion të detajuar lidhur me zhvillimet ndërtimore pranë vilës verore të Mbretit Zog në Durrës. Nisma vjen pas shqetësimeve për ndërtime shumë katëshe në zonë, të cilat mund të cenojnë integritetin historik dhe arkitekturor të këtij ansambli me vlera të veçanta. Zhupa kërkon transparencë mbi çdo leje dhe projekt, statusin aktual të mbrojtjes së objektit, si dhe masat konkrete për ruajtjen e tij, duke theksuar gjithashtu nevojën që vila të përfshihet në listën e monumenteve të trashëgimisë kulturore, pavarësisht çështjeve të pronësisë. Kjo vilë përfaqëson një ansambull me vlera të rëndësishme historike, arkitekturore dhe politike. Ndaj çdo ndërhyrje në zonën përreth saj apo aq më keq tek ajo vet, duhet të trajtohet me përgjegjësi të lartë dhe transparencë të plotë. Kam kërkuar sqarime mbi çdo projekt ndërtimi, miratimet përkatëse, statusin aktual të mbrojtjes, si dhe masat e marra për ruajtjen e integritetit të këtij objekti. Është e nevojshme që kjo pasuri të përfshihet në listën e monumenteve të trashëgimisë kulturore, pavarësisht pronësisë private. Trashëgimia jonë historike dhe kulturore nuk mund të cenohet. Ajo duhet të mbrohet dhe të ruhet për brezat që vijnë, thot Zhupa në reagimin e saj.